Si quaj? Recep Ademi nga Golemi. Po, ke ardhur si suport, si mbështetje? Kam ardhur për të mbështet banorët e Rjollit. Halli këtyre është halli i gjithë shqiptarëve. Në qoftë se nuk e kanë kuptuar, shumë shpejt do ta kuptojnë. Për 8 muaj i vit do ta kuptojnë se çfarë ndodh. Pra po thua që çdo shqiptar do ta ketë Asnjë shqiptar mos blej qetë më në shtëpitë vet. Po pse nga se nisesh? Këto banorë thënë, është shtëpia ime atje. Është toka ime. Po. Këto nuk shkojnë dot atje në shtëpi sot. Po. Unë kam që nga data 22, Po. jam godit në shtëpinë time, pronë gjyshit tim, nuk shkoj. Edhe ty po ta marrin pronën. Unë jam shoqëru 5 orë si këto në polici të ullo deklarata, personat që më goditën janë edhe sot jashtë. Lon pothuajse pa ndjenjë i vdekën. Pra ti ke të Me kërcënime do të vras, do të bëj, do të ashu. Njëtin halli. Halli këty në është halli gjithë shqiptarë, nuk është asi imi. Edhe joti. Nesër pra çështje do mojmë çështje shpinë, kohësh. do t'japim kaq ose ik ditë për jashtë, nuk ka këtu. 26 vjet shtëpia bome, zhduken letrat në hipotekë, i denoncojnë live pa leje, pa gjë, dhe në polici e kështu, i zhdukin, i bëjnë letrat si mas qefi, nuk ka problem. Që se thanë këto si kanë nxjerrë, si kanë bëhë, këto këqit në Shqipëri bëhen gjithë bashkë. Kush bën? Prokurori, polici, hajdut, gjithë bashkë, blok, marrin punë për 6 muaj i vit. Populli 16 vjet. 16 vjet edhe s'ja del. Në shtëpitë vet. Faleminderit. Faleminderit, kam qartë. Këto banorë kanë nevojë për mbështetje. E provova 11 ditë grevurie para spakut, shqiptarët më lanë vetëm. Nuk më lanë mu vetëm, nuk lanë banorët e Rjollit vetëm, as të Thethit. Gjithë Shqipërisë po i marr fshatrat me marr, se kjo punë po ndodh gjithë Shqipërinë. Kanë lënë vetëm. Bëhemi gjithë bashkë, çdo shqiptar i ndershëm që s'është hajdut, po shpallet i palishëm në shtet vet. Ngrihemi gjithë bashkë, t'i nxjerrim hajdutët, politikanët palishëm se Faleminderit. ndryshe Faleminderit. Po.